Qarkut Lezhë, me propozim të Komisionit të Vlerësimit të Figurave me emër në historinë e Shqipërisë, i ka dhënë luftarit të lirisë, atdhetarit patriot Det Coku, pas vdekjes titullin e lartë nderi i Qarkut Lezhës. Kryetari i Këshillit Qarkut Bardrica, duke evidentuar vlerat atdhetare të burrave trima patriot të familjes së madhe të Cokajve të Bregut Matës, ju dorëzoi trashëgimtarëve titullin e lartë Det Coku nderi i Qarkut Lezhës. Këshilli i Qarkut Lezhë, me vendimin numër 47 17/9/2010, i jep Det Cokut pas vdekjes titullin nderi i Qarkut Lezhë me motivacion. Prisi i shquar i këngëritjes së Bregut të Matës për pavarësinë kombëtare, përfaqësues dhe vazhdues shembullor i traditave patriotike kulturore të popullit shqiptar. Djali Dedës Sokoli falenderoi Këshillin e Qarkut Lezhës dhe gjithë ata që kontribuan në vlerësimin dhe ndërimin e figurës së babait të tij. Intelektual, historian e studiues shkencor, folën për veprimtarinë patriotike të Det Cokut si pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës dhe deputet në Parlamentin e vitit 1924, kryegëritës e luftari pavarësisë në mbrojtje të trojeve shqiptare për kraj Ismail Qemalit, Luiq Gurakuqit, Isa Buletinit, Det Gjollulit, Paramcurit e Prekcalit. Folësit theksuan se vlerësimi për familjen e madhe të Cokajve të Bregut Matës është njëkohësisht vlerësim edhe për gjithë shtresat e tjera të ish familjeve të pasura në rajonin e Lezhës. E akuzuar për bashkëpunim me fashizmin. Por këtë akuzë të rreme që e bën të hidhin baltë mbi gjithë dyrët nacionaliste, e dënojnë Det Cokun me pushkatim me 22 tetin 1945. Kalvari i vujtjeve të familjes të tij dhe shumë familjeve të pasura të Bregmatit nuk thuhet me fjalë. Propaganda komuniste dhe vetë shteti i asaj kohe u hodhën me tërbim kundër kësaj zone që ndezi e kombëtare. Komisioni i vlerësimit të figurave për Qarkun Lezhë mendon se një personalitet si Det Coku meriton të ndërohet me titullin nderi i Qarkut Lezhë. Nuk është vetëm vlerësimi i Det Cokut dhe i familjes së tij, por gjithë familjeve nacionaliste, por gjithë dhe dashnin e vazhdim të protokollit, zoti Bardrica do t'i dorëzojë titullin. Por është nën kujdesin e prefektit, është nën kujdesin e kryetarit të komunës, është nën kujdesin e nënkryetarit, është nën kujdesin e shoqatës për shkëlqyer politik, është nën kujdesin e intelektualëve, të cilët të gjithë kanë qenë të interesuar për këtë figurë të shquar dhe ne u kërkojmë dijes se ky vlerësim ndoshta është i vonuar. Këshilli i Qarkut Lezhë, me vendimin numër 47 17/9/2010, i jep Det Cokut pas vdekjes titullin nderi i Qarkut Lezhë me motivacion. Prisi i shquar i këngëritjes së Bregut të Matës për pavarësinë kombëtare, përfaqësues dhe vazhdues shembullor i traditave patriotike kulturore të popullit shqiptar. Për para që të thesh, deshe t'ju kërkoj. E para e mosha bën vetën, e diçka dhe nga gjënja shkësore. Nishtë t'i kanë pak arshimi që kam, me 4 klasë fillore. Pra ne do të kërkoj të falim për një shprehje që mund të kemi në komunë. Ju falenderoj gjithë pjesëmarrësit në këtë ceremoni. Falenderoj me gjithë zemër kryetarin e Këshillit Qarkut të drejtit Lezhë me gjithë kuadrat e saj. Falenderoj zotin prefektin me gjithë kuadrat e saj. Tash po ta që ti plasoj 2 fjalë në lidhje me disa persona që kanë kontribuar për këtë, si për shembull Markusi, Lora Gjeçi, në të veçantë, prapë. Me që zemër falenderoj zotin Marashnoka, i cili nuk është kursye për gjitha dokumentet që ka pas Arshivi i Lezhë,
qysh në vitin 1985. Mama jem është përshkatuar. Edhe në trashtuar në Federafik Marubit, të cilët që unë nuk jam gjallë me i. Dhe im sot. Sot, në këtë tenim që i bëhet, unë personalisht, dhe di se komplet familja e Cokut, janë tepër të zhvumë, edhe për... Falenderoj gjithë popullin e Cokut. Atëherë fjali e punit, rënoft Shqipënia, rënoft Flamuri, një këshpreje vetëm e këtë që unë mune mja majtë babës tem. Për arsye se aja ka shpreh gjithmonë, edhe ka shpreh edhe para tërkomshit. Për të falin gjithë. Goja. I japim fjalën prefektit, kryetarit të komunës dhe pastaj do të flasim gjithë cili me radhë. Për nder, jo vetëm ky titull që i jep Qarku, por ndoshta në ditët të vazhdim ne do të propozojmë dhe presidentit të Republikës për t'i dhënë një nder dhe një vend të caktuar një nga luftëtarët, një nga burrat e Zot të Bregut Matës. E gjithë historia, djali u mundu të shpjegoj diçka, por nuk ka thënë asgjë. Në gjithë veprimtarinë e tij. Unë jam mbetur i shokuar kur kam dëgjuar për historinë e këtij burri, kur ato fjalë të cilat i shkruaj njerëz që nuk kanë qenë bashkohës, por që kanë mbledh arkivën, dhe ne sot krenohemi me zgjuarsinë, trimërinë, kontributin që ky person ka dhënë jo vetëm për Bregun e Matës, jo vetëm për Dugagjinin dhe për zonën e Veriut, por për gjithë Shqipërinë. Është eveniment kur është një nga njerëzit burra që i dolën Zot Shqipërisë në momentin kur ajo u nda me pushtimin otoman, është një nga momentet kryesore kur është nga njerëzit që kanë ngrit flamurin, pra ka marrë pjesë në ngritjen e flamurit në gjitha trevat e Veriut, por është dhe një njeri që për këtë kanë fol edhe njerëz të tjerë të shquar, si të letërsisë, si të historisë dhe burra që e kanë vlerësuar. Një njeri me aktivitet në një kohë kur Shqipëria po rilinte, kur Shqipëria po formonte shtetin, dhe Coku është burri që na mbajti frymën lart dhe ne sot krenohemi me të. Unë edhe i herë të gjitha autoriteteve lokale, të gjitha autoriteteve që kanë mundësi, duhet të shkruajnë dhe më për historinë e këtij burri. Edhe i herë falenderoj Këshillin e Qarkut për kontributin që jep në këtë moment, por hap rrugën që njerëzit që merren me shkrimin, njerëzit që merren me historinë duhet ta morin dhe ta zgjerojnë këtë njeri, këtë burr shumë të madh, këtë burr trim, i cili deri në momentin e fundit qëndroi si burrë. Po kështu shfrytëzoj rastin, duke pas dhe autoritetet lokale, duke ditë që një njeri, një burr që i dha emër gjithë kësaj treve, duhet të kontribuohet edhe me një gjë tjetër, me një bust se e ndëron qytetin e Lezhës, edhe domethënë t'jeni të sigurt që sikur ta vemi edhe në Shkodër e ndëron qytetin e Shkodrës që është rreth i madh, dhe unë një herë zgjej fjalë për të thënë për këtë person që them që gjithsesi nga ju do ta plotësoni dhe ne do të bëhemi iniciator për ta vazhduar këtë rrugë të mirë që bëri Këshilli i Qarkut. Edhe dhe Coku dhe më vjen shumë mirë që jam rriti kësaj dite dhe pa të lartësohet vepra e djalit. Kjo tregon që një sistem vlerash nuk humbasin vlerat e njerëzve. Ai person ka qenë me vërtet njëri me vlera dhe më vjen edhe më shumë mirë që arriti të vën pika mbi i këtij problemi. Gjithashtu bashkohem edhe me minimin e prefektit dhe të kryetarit Qarkut, u theksu më sipër këtu që ky personalitet nuk ka qenë vetëm me përmasa të Lezhës, por mua ka qenë një personalitet me përmasa kombëtare dhe do të jemi absolutisht për krah që ky njeri person nga në pozicionet më të larta që i takon një njeriu me përmasa të tilla. Ju falenderoj gjithëve dhe i gëzofsh. Komunist për 50 vjet më nuk i shkushte. Në një përshallje që ky është një lek të janë tjetër. Sot dhe tokë më shkuar me valeret. Dhe tokë më du të si s'ka kam tanë për për të tokë. Unë ishe i ka parë të dhja. Dhja se ka aktivitet, por jo as jam vedesh të pune, edhe në gjithë të kushit e i tokë. Në shkollë jam këtë tamë, kërkoj të shkëj për shkëjtës. Ata më fatën të dhe fila, u në dorë
gjithë jetën e mi, të përshini dhe modini e përshini të fëtit, ta ti se në firë mu në zyrte, ta ti shkollë për të fesh ma. Në fillim, bani presion psikologjik, një men, dojë në vore në i tavolinë. Ta shikte, për të qohën, që është i rasi që mori rrugë patriotike. Të praga, e proto për forcat kurice. E kapen të ora bunds, atë, rasun, e këtë bërë, të rrugë. Hite ti, gjithë toku dhe toku, vazhdojnë e mash toku për pasë me tek, vazhdoj rrugën të edhe të toku asë njëherë nuk o përkurë. Ai nuk prani pare, as nga Serbi, që janë ofru pare, as nga Turku, as nga Italiani, as nga Gjermani. Dhe kur erën me pështu Italian, kjo organizu në kishe bëhut mas, ka më mesha, ka më dyrë, ka më popull, më organizu se Italiani për të vetë në shëngjenë. Kanë shku atje ku kanë ditë shtinë ta, kanë ditë një mëri madhe e njesh, të pa mujtë e në të. Të që janë miku shumë ka përdorë mujtë me afru këtë njeri, por për ndesta popit gjithmonë kë ka mund këtë qëllu mu ullë të ullë, se ku shumë njerësje, se është ullë vestjerë janë ullë Hitleri, por gjithmonë ka mujtë interesët e popit. Asë njerës ka përnu me shi interesët e popit për të pushtu. Edhe kë gjithë tjetër e vetë, ja kushtoj kësaj ideje. Luftoj kundër turqëve, luftoj për pasi këmbëtare, hargjoj gjithë pasunja e ti, 3 herë pasunja të tokut është rafshu. Nga turku të pash vesh mu pa me mu. Se ka marrë vesh që ti do në mu forcat me për mu ushtrin të emë është për luveri. Këtë që që në zyrë ti që pojnë, që shok të dhe, kur me rrët e përkoj. E këtë përgjigje. I këtë përgjigje, ma të lejë këthej asat pashën edhe ka arë në bërgë mas, e ka mu zami kusë, e ka shumë këtë asë një. Këtë dërgu më radis, dhe sa miku i ti, misi jashtë një Austrak, Leopold Bertolt, që që në falë në bërë në dhe, a e të si, nuk e ju falenderit shumë. Faleminderit për ju edhe për mirëkuptimin. Viktor, pa. Por është dimensioni pak, do të thoya dimensioni kombëtar i det cokut. Ne sot kryejmë një detyrim jo vetëm përballë familjes, pra të afërme të det cokut, jo vetëm përballë krahinës, por besoj përballë kohët. Ne ngrejmë në nivelin e duhur, aty ku duhet, në atë pjedestal, një pikë referimi, morali, përkushtimi për gjithë Shqipërinë. Kështu që unë do doja që të falenderoja kryetarin e Qarkut, gjithë Këshillin e Qarkut për këtë iniciativë për të nderuar zotin Det Coku nderi i Qarkut, por do doja që të falenderoja edhe prefektin si promotori i gjithë kësaj historie, sepse nganjëherë historitë të tilla vlerësohen me vonesë. Por asnjëherë nuk jemi vonë për të dhënë gjërat në vendin e vet. Bashkia Lezhës para disa kohësh e ka marrë iniciativën për të korrigjuar pak historinë, duke e quajtur edhe një rrugë Vëllezërit Coku. E di se është pak, por doja të theksoja që të sillen vëmendjen e institucioneve të tilla, minimalisht Krahina, Qarku, pse jo dhe gjithë Shqipëria. Kush do fjalën, po? Nga persona të veçantë, nga organizma dhe shoqata të ndryshme për të bërë rivlerësimin apo vlerësimin e figurave të ndryshme dhe në fusha të ndryshme. Por trimi i mirë me shok shumë, por është një figurë që ashtu dhe si parafolësit e mi, unë do të cilësoj që është një figurë jo vetëm lokale, jo vetëm rajonale, por është figurë kombëtare. Prandaj, ne me këtë veprim që kemi bërë si Komision Vlerësimi Figura që e përcjell gjithmonë vendimet e Këshillit të Qarkut, sepse ai është organi e pror që merr vendimet, ne marrim përsipër që të bëjmë edhe çmtime të tjera të figurave të tjera bashkëkohës të Det Cokut, edhe veprimtarë të tjerë që i kanë shërbyer kauzës sonë të madhe shfaqjes së pavarësisë. Mendoj që asnjë falëndrim mos na drejtohet ne, as kryetarit të Këshillit të Qarkut, as prefektit, as Këshillit, por falëndrimi i parë dhe pothuajse i vetëm është për ata burra që ja bën vetes që ne të vlerësojmë dhe të çojmë në pjedestalin e duhur. Edhe një herë unë i falenderoj gjithë, edhe ju uroj gjithë familjarëve, vëllezërve, edhe nipave, gjithë fisë
njerëzit të cokave që ta ndjekin rrugën e të cokut në punë të mira, në vepra të mira dhe në rrugë të mira. Faleminderit. Quhem Bernardina Coko, mesa dhe Cokot e bia Agustinis. Edhe vazhdimisht ka dishru këtë ditë që dalin figurat i ndrit që hum prej komunizmit. Dhe gjatë vitet të internimit, aja ka kërku herë mas heret bashkë me fëmijët e tij, me 7 fëmijë. Unë me motrën, se me motrën e madhe i kena la me lot të azyre derë më derë për historinë e gjyshit. Edhe thosha, sikur, o Zot, thosham, sikur edhe jetën teme pa na vetëm shtojnë familja jonë e fisit Cokaj që kanë vujt, deri dajat tonë kanë vujt që kanë pas historinë shumë pastër edhe kanë vujt vetëm se keni dhanë vajzën në shpinë e det Cokot. Edhe kur i kanë thanë në ndajës teme, më i madhi i sekretari i partisë në atë kohë, lule, dritë pastra e nuk jetan ma. Shumë të cilëshim i ke tanë fëmijët e tanë vajzat për një gabim e keni bërë që keni dhanë vajzën në shpinë e det Cokot. Jashtë përgjigj. Por edhe ju, si kur t'jo kërkote Enver Hoxha për djarë vajzën, aja kishë i dhanë. Me shtmet, ka punu ditë e natë, dhe në atë periudhë që ka keni smurë më pate njësa nuk ka mujtë na. Falenderoj Zotin, rrallëpar edhe ju si kryesi për këtë ditë, edhe shoqit e nana gjithë njerëzimit, dhe baba jonë shpresoj që është në parajsë, është i gjallë, në zemrat tona është i gjallë në parajsë, dhe do të ju lutet për shëndetin e ju si kryesi që ta çoni nerin e të Cokut ashtu si e meriton. Falenderoj shumë gjithë kryesi dhe gjithë pjesëmarrë. Krenaria kështu e një dhe historia. Nata burra si Preksalin, Dencion Lullin, Konshutanin, bashkë me Noren e Kërmenit, bitje Cokut rrinë kryet venit. Pasurit i ka krajina, ma to pyje në Lugina, ishton logu i rinis, ku dël nisi i bukuris. Këtë urim i jap malsoria, dal nga zemra e krahnorit, njëni tjetrin me dash fort, e gjithmonë bashkë për të zime morë. Mendoj nuk ka vazhje e Ja, ne jemi bërë tjetër, po nge jeni bërë. E bëj mushim në këtë që si. Vazhdo në mushim deri se me gra mushte. Që vazhëmorë kjo është të ru, për nërimi që mi bon bëbës të. Që është zumë që morë, e të shëroj shrimet më të mëja në familje të uja, ku të që jemi. Gjithë qarkut dhe lirë. Krishtit një mofte, e kujton që gjithmonë për mirë, Zoti u ruaj. Kjo është vazhëmorë, kjo është të ru. Në ruar qofshë. Grazie.
Kush do me marrë të marrë, së dhe një tavolinë. Unë do të kem në konsiderat fjalën e kryetarit komunës dhe të prefektit dhe të këshilltarëve të tjerë që nismën cilët ne e morëm dhe realizuam do ta shojmë më tej, duke i propozuar presidentit të Republikës për i dhënë me të vërtetë atë titull që ai meriton në nivel kombëtar. Do të kemi grupin e punës që të vazhdojë me zuar dhe të birit ju rrit nera për bujarinë që ka treguar. Zuar e kujtosh gjithmonë zuar e kujtosh gjithmonë për mirë. Zuar gjithë. Jo për shëtë, po për të pida. Shumë faleminderit, që është që bërë, kjo të merë. Ja, ik wou hier gaan gelijk zo lang.